Ja, pra, dëgjueshur, jemi këtu pak më herët në shemën se që kemi zakonisht prej orës 9, megjithse kemi musafir, pra edhe është kënaqësia jonë deri kur kemi musafir, sidomos kur vijnë nga truje shqiptare, kemi lajmëruar pak më herët se ka ardhur një delegacion nga Republika e Maqedonisë së Veriut për disa punë shumë të mira të rëndësishme, edhe normal që njërin prej atyre kemi këtu në studio ku do ta gjejmë edhe arsyen pse se janë këtu. Po të njëjtën kohë kemi një musafir ku do bëjmë pjesën norvegjishte, e kemi një shok edhe një mik që jeton këtu me neve në Norvegji, Muharrem Yilmaz është këtu me ne, ai do të bisedojë me neve në gjuhën norvegjeze edhe të na tregon se pse Muharremi me këtë delegacionin nga Republika e Maqedonisë së Veriut janë së bashku dhe çka kanë bërë këtë javë, ajo është më e mira, pra duke i thonë mirëmbrëma, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Për ju filloj pra turqisht, sepse Muharremin e kemi nga Turqia, mi po jeton në Norvegji këtu, edhe ne zakonisht shqiptarët e dim këtu fjalët hoş geldin, hoş qysh ke buldum e kështu teşekkür këto me radhë. Da snacka lite albansk, Muharrem, för att si till yttre att vad ska vi snacka lite ikväll, vem är här ikväll, och så att dere har varit nästan en uke sammen, og dere har jobbet litt i en sånn prosjekt, hvor du har ledet det prosjekten sammen med El Medina og resten av gjengen som er her i Norge. Men først må vi si litt sånn at Muharrem Yildiz bor i Norge. Kan du si litt om hvem er Muharrem? Ja, hei. Tusen takk for invitasjonen. Det er veldig hyggelig å være her. Jeg heter Muharrem. Jeg er en bibliotekar, og egentlig en hovedbibliotekar. Akkurat nå jobber på Forsvarets høgskole. Så jeg kom til Norge som 16 år siden for å få den min stipend og mastergrad her i Oslo Met. Og så etter jeg ferdig med mastergraden, så jeg ble litt i Norge igjen. Så begynte jeg å jobbe i bibliotek, og så etablerte familie her, og så nå er jeg er opprinnelig fra Tyrkia, men jeg er nå som nordmann, som bor i Norge. Ja, men så bra. Da vet vi liksom med Muharrem at jobber som bibliotekar i Norge, i Forsvarsdepartementet. Høgskolen, ja. I Oslo, ikke sant? Ja, i Oslo, i Akershus festning. Ja. Ja, men så bra. Da vet vi om Muharrem, og så skal vi liksom tilbake til det, Muharrem, før vi snakker litt med Medina på albansk, og så vi kan godt ta det på tyrkisk, men det er bedre albansk. Nei, kjør på. Ja. El Medina pra e morëm e kuptuam që Muharremi ku punon dhe që është këtu në Norvegji. Por tregona pak se kush është El Medina edhe normal për kujt vjen, pastaj edhe qëllimi pse jemi këtu. Unë jam El Medina Abdullahi, për ndryshe jam përgjithësi e bibliotekës në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov dhe Shkup. Mendoj kampusi i universitetit është edhe në Tetov edhe në Shkup, në Maqedoninë e Veriut. Këtu jemi për shkak se kemi një bashkëpunim, kemi një projekt që është Erasmus dhe këtu kemi partner shoqatën e bibliotekistëve të Norvegjisë, shoqatën e bibliotekistëve hulumtuese të Turqisë edhe universiteti jon së bashku kemi organizuar disa takime të përbashkëta për të shkëmbyer përvojat që i kanë bibliotekat në Norvegji, në Maqedoni dhe në Turqi. Paraprakisht ky organizim ishte në Maqedoninë e Veriut, i kishim të gjithë këta misafir tek ne në Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo është faza e dytë e projektit. Tani jemi këtu të shohim mënyrën se si funksionojnë bibliotekat universitare publike në Norvegji dhe të marrim ato gjërat më të mira që janë shumë dhe jemi shumë të lumtur që pa të mundësi të shohim të gjithë këto punë të mira që bëhen këtu, në ajo pjesë që do të mund të realizohet të ne, idetë që do të mund të realizojmë në kushtet tona, gjithsesi do t'i përcjellim edhe në universitetin tonë. Kemi një institucion shumë serios dhe mundohemi që të përcjellim gjithmonë trendet bashkohore, kështu që jemi shumë të lumtur që jemi këtu, kam shumë gjëra të mira dhe kemi me çka të kthehemi mbas dhe të tregojmë, të ndajmë me kolegët tjerë.
Që sa mirë, dhe kjo është ajo që ka dal kështu fillojnë bashkëpunimet, mandej vinë marrëveshjet edhe gjitha ato. Kuni falenderojmë mas pari edhe ekselencës së tij, ambasadorit famshëm ton që e kemi, drejton Kuçi pra, I cili na informoi shumë shpejt që jeni musafir dhe normal që kur ambasadorët na lajmërojnë ne kemi dëshirë që të kemi në studio. Muharrem, vi kan gå over med en gang til på norsk I og med at alle gleder seg til å se fotballkamp I kveld, ikke sant, klokka 9. Og da skal vi prøve også få dette her unna litt. El Medina snakket om biblioteket, at det samarbeidet som dere har vært I Makedonia først, altså dette andre fasen her I Norge, og at dere skal liksom begynne å jobbe og samarbeide tett med Tyrkia, med Makedonia, Nord-Makedonia og Norge. Hva en bibliotekar? Hva gjør en bibliotekar? Ok, så dette som utenom prosjektet da, så det spørsmålet at en bibliotekar egentlig som forvalter informasjon overalt. Så det mange ulike bibliotek I verden, ikke sant? Man studerer I bibliotekskole, og så blir bibliotekar. Og så man kan velge å jobbe på folkebibliotek, universitetsbibliotek, kommunebibliotek, medisinsk bibliotek, alt mulig. Før jeg flyttet til Tyrkia, så jobbet på universitetsbibliotek 5 år, og så kom hit, og så på Ullevål medisinsk bibliotek jobbet som 4 år, og så jobbet på Høgskolen Kristiania, universitetsbibliotek, og så nå jobber jeg på Forsvarets høgskole. Så det bibliotekar egentlig som det en som du kan finne på universitetet, du kan finne på folket, du kan finne på skole. Det en type, en stilling som det en viktig rolle, både for utdanning og for samfunnet. Ja, men så bra. Da har vi lært det også. Vi har hørt ordet, men vi har aldri visst liksom hva den gjør. Og da det prosjektet som dere med El Medina og Co, og sammen med Norge. Hvilken type prosjekt den dreier seg om? Dette prosjektet en ganske spesiell prosjekt. Det du vet at European Union har en del midler for å støtte organisasjoner, universiteter og andre studenter og faglige. Så dette prosjektet egentlig sponsoret av European Union. European Union har mange ulike prosjekter og midler. Dette en av dem som handler om små skala organisasjoner. For eksempel, det som eier dette prosjektet, Universitet og forskningsbibliotekarforening I Tyrkia, som de fra Ankara. Og så vi partner her. Jeg representerer her I prosjektet Norsk Bibliotekforening. Norsk Bibliotekforening en av de største organisasjonene for bibliotekarer I Norge. Du kan jobbe på folkebibliotek, universitetsbibliotek, skolebibliotek. Det spiller ingen rolle. Du kan være medlem av dette. Så det Norsk Bibliotekforening egentlig en type organisasjon som snakker for vegne av de bibliotekere, og de representerer demokrati her I Norge, og så støtter sine medlemmer. Og så I dette prosjektet, Tyrkia, Nord-Makedonia og Norge har blitt sammen. Dette hvis du ser på alle de 3 partnere, helt nesten sammen, men veldig ulikt også. Vi som bibliotekarer har samme forståelse, spiller ingen rolle hvor de Sverige, Tyrkia, Norge, Svalbard, spiller ingen rolle. Vi har en felles språk. Men det unikt med dette prosjektet. Tyrkia har sitt eget kultur, og deres implementering. Nord-Makedonia har det sine, og så Norge har sine. Så denne gangen, alle de medlemmene eller prosjektdeltakerne kom til Norge for å oppleve den norsk stil, hvordan vi gjør det. Dette prosjektet handler om digitalisering, åpen forskning, forskningsstøtte og artificial intelligence. Så her I programmet startet vi mandag, tirsdag, onsdag og til nå, så vi har hatt deltakerne og den presenterer den ulike sektorer, for eksempel SIKT, Forskningsrådet, Universitetet Oslo, VID og så videre. Så mange dyktige folk som må komme og snakke om norsk stil, hvordan vi gjør det her. Så da vi var I Skopje, eller Tøttawa, så da var det Nord-Makedonia og Tyrkia og Norge også presenterte. Dette som en type fag som alle som snakker om sine implementeringen for å gjøre den enda bedre, for å gi oss en type opplæring på en måte. Alle skal lære om de andre, hvordan de andre gjør det, for å få den beste praksis I vår bransje, nemlig.
Ja, men så bra. Da er det liksom dette her samarbeid hvor det er faktisk statene etter hvert så kommer til å samarbeide tett. Snakker om bibliotek, vi snakker om kultur, tradisjon og alt dette her. Når vi snakker Tyrkia, så det er langt inn i tradisjon og bibliotek. Så altså Norden, Skandinavia er ganske nye i dette her verden. Det er greit, det er liksom, de driver med bibliotek de også. Akkurat samme som i Makedonia eller i Balkan. Yes. Men det er ganske mye å lære faktisk fra Tyrkia først. Og så selvfølgelig det er alt med nyheter, digitalisering og alt. Men når det gjelder dokumenter og bøker og sånn, så alle vet at i Tyrkia finnes millioner av det. Så bra. Og det er heldig at du er fra Tyrkia i tillegg da. Så det kan jeg er opprinnelig fra Tyrkia, så det er enklere å kommunisere med folk. Ja, så bra. Medina shumë mina tregoj edhe Muharremi për shembull për këtë bashkëpunimin dhe implementimin e këtyre dokumentave ose bibliotekave që do të bashkëpunojmë me këto tre shtetet së bashku për digitalizim, për inteligjencën artificiale gjithë ato. Po si e mendoni ju për shembull a është kjo vlefshme për shtetin, për studentat, për të ardhmen? Gjithsesi që po. Ashtu se që e dini ne jetojmë në një shtet që një kohë të gjatë është në tranzicion dhe kemi vështirësi për të arritur këto mjetet bashkëkohore për t'i aplikuar në përditshmërinë tonë. Po fatmirësisht ne jemi në Universitetin e Evropës Juglindore dhe mund të them pa modesti që në rajon është e njohur që nga fillimi, nga themelimi i saj para 25 viteve tani ka filluar të ndjek hapat e teknologjisë bashkëkohore dhe ne mundohemi që me çdo kusht mos jemi prapa asaj që ndodhen në botë, sado që kemi vështirësi të realizojmë krejt ato. Ne jemi të fascinuar nga ajo që pam në bibliotekat këtu në Norvegji, mirë po nuk do me thanë që edhe te ne nuk bëhen punë të mira. Dy profesor tanë nga Universiteti i Evropës Juglindore që janë hulumtus, profesor Mennan Selimi dhe profesor Nuhiu që është në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike. Ato prezentuan dy projekte shumë të rëndësishme që tani për momentin ndodhin në Universitetin e Evropës Juglindore. Njëna është projekti Inteligjencës Artificiale që quhet CU AI@CU. Dhe projekti tjetër është në kuadër të projektit Challenge EU, ku universiteti jonë është partner me 9 universitete tjera të Unionit Evropian dhe ato janë duke bërë një kampus të përbashkët, e-campus, dhe punojnë. Universiteti jonë e ka, me thanë, për obligim të bën pjesën teknologjisë, digitalizimin e krejt këtyre gjanave dhe studentët të kenë mundësi që nga cili do 9 universitet që janë, dhe me thanë, ku studiojnë të mund të ndjekin lant dhe të zgjedhin në mënyrë dhe me thanë elektronike pa pas nevojë të jenë prezent. Dhe këto janë dy projekte shumë të rëndësishme me të cilat ne mundohemi të garojmë, mos të them, po të afrohemi të gjithë këtyre universiteteve që kanë tradita 100 vjeçare, edhe pse kemi vetëm 25 vjet dhe jemi në kushte të vështira, jemi në shtete të cilat kanë probleme politike dhe ekonomike dhe shumë vështirë kemi me thanë hapësirë për të përcjellur krejt këto teknologjitë e reja. Si që thash ma heret për pjesëmarrësit që ishin profesor, me thanë që prezentuan me shumë sukses projektet e tyre të rëndësishme që ndodhin të ne, po ashtu ne patëm mundësi që të prezentojmë edhe bibliotekën tonë, që po ashtu edhe biblioteka është në rajon, jo vetëm në Maqedoni, po në rajon është i njohur si një bibliotekë bashkëkohore që nga themelimi i saj, pasi ne kemi pas fatin që në themelim të bibliotekës të jenë prezent bibliotekistë nga Indiana University të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kemi pas përkrahje të madhe nga Unioni Evropian dhe nga ditët e para biblioteka jonë ka qenë me teknologjitë më bashkohore, po jo vetëm që kemi pas fat të kemi themelet shumë të forta, do me thënë kemi pas ndihmë nga ekspert nga jashtë, po kemi pas edhe shumë vullnet dhe me shumë përkushtim jemi mundu që të mbajmë atë trendin dhe të vazhdojmë me ato proceset
Prandaj edhe me shumë bindje e them që jemi ndër bibliotekat më të sofistikuara në rajon. Çka është më e mira e Universitetit të Evropës Juglindore që të gjithë platformat që shfrytëzohet, qoftë në mësimdhënie ose në këtë rast në bibliotek, janë prodhimet vetë stafit, do me thënë teknik të universitetit. Edhe ne kemi repozitorin ton që është me qasje të hapur, dhe që është njëra prej elementeve pse jemi bashkë në këtë projekt me universitetet tjera, për shkak se kemi edhe ne çka mund të prezantojmë dhe të tregojmë se në ato kushte mund të arrim shumë më shumë se çka me thënë ofrohet për ne. Sa mirë. Kjo është ajo që bashkëpunime, do me thonë, sidomos kur hapet ky Unioni i Evropës, se tash nuk jemi ende aty, po këto bashkëpunime, do me thonë, si s'ke gjithmonë janë aty. E kjo e bën edhe më të lehtë pastaj për me po atë kyçën te familja evropiane. Unë kisha pas qef pak me ditë për ndikimin e asajna, për shembull që ju jeni këtu, për shembull edhe keni bisedu me norvegjez, me Muharemin, me Turqin, për shembull. Çfarë ndikimi është tek norvegjez, për shembull, ku jeni këtu? Çfarë interesime ata kanë, që nuk e kanë këtu, për shembull, nuk e din? Diçka që kemi ne dhe ata nuk e kanë. Po ato kishin mundësi të vizitojnë bibliotekat tona, se normal çdo kush varësisht prej kushteve dhe mundësive që ka, si dhe kulturës në të cilën jeton, ka mënyra të ndryshme të funksionimit. Edhe ndoshta është më mirë ta pyesim zotrin Muharemin këtë pyetje. Unë besoj se përshtypje u lan shumë bashkëpunimi në brenda në universitet. Do me thënë, ne jemi departamente të ndryshme, po funksionojmë si një trup. Dhe gjithmonë i ndihmojmë në një tjetrin në krahasim me institucione tjera që çdo departament mundohet vetë të përparon. Ne kemi shumë përkrahje nga kolegët dhe punojmë shumë në mënyrë të organizuar, po gjithsesi kisha dashur të pyesim zotrin Muharemin çka është ajo që ka pëlqyer në Maqedoni dhe që kishte dashur të përcjell këtu, se ndoshta është më e përshtatshme ai të na përgjigjet. Normal. Ajo është ajo që edhe ka atë puna, për shembull, atë bashkëpunimin me juve. Muharem, vi snakket litt om det å presentere liksom disse bibliotekene rundt omkring med dere sammen, og så spurte jeg Melina om hvilken påvirkning har det å si, for eksempel for norske, for å se hvordan funksjoner i Tyrkia og i Makedonia, hvordan det liksom, hva det kan liksom ta inn som mangler, for eksempel, i Norge. Ja, det er et veldig viktig perspektiv som vi, som sagt, er bibliotekarer rundt omkring i verden, så snakker samme språk. Men for å møte fysisk, det gir en ekstra positiv energi for å implementere og finne på noe som felles, som vi skal ikke repetere oss, eller vi skal inspirere hverandre. Det er egentlig dette som møter hver unik, at vi alle møter fysisk på hver sitt land. Så det Nord-Makedonia og tyrkisk gjengen som har kommet til Norge. Så de er observerte hvordan vi gjør det her, og så de har lyttet til oss hvordan vi gjør det her. Vi har invitert mange ulike sektorer som presenterer dette. Du kunne tenke på kanskje, kunne det ikke være som digital? Man kunne bare lese det? Nei, det er ikke det. Fordi vi lever i en digital verden. Når vi møter fysisk, da er det en litt som annerledes mening. Som dette er det som veldig vi bibliotekere som skapet de tre landene, Nord-Makedonia, Tyrkia og Norge, har skapet en type felles prosjekt, og dette er ikke veldig vanlig, hvis du ser på den. Kanskje Norge og Tyrkia og Nord-Makedonia er ikke det hverdagslig snakker sammen. Så jeg synes dette var veldig viktig at i stedet for å vi se på alle de, jeg prøver å si, hvis jeg skulle se på eksemplene, for eksempel, kanskje vi er veldig vant hva de gjør i Sverige og Danmark, eller Finland. Vi er i Norden, her vi har det ganske god standard, og rundt omkring praksis er nesten samme. Men det er en veldig dynamisk land som Nord-Makedonia, eller som en veldig dynamisk land for Tyrkia, og så Norge. Så dette var et unik fellesskap for å snakke om det våre felles. Jeg vil ikke si problemer, men det er en del praksis den vi har gått gjennom. Og jeg synes det var veldig innholdsrik vi møtte i Norge, og deltakerne var veldig fornøyd hva de andre presenterte.
Nå i september skal vi besøke Tyrkia, og vi gleder oss til å høre hvordan de gjør det. Jeg kjenner litt, fordi jeg er fra Tyrkia, men jeg skal reise med 4-5 nordmenn som jobber i bibliotekbransjen her. Og vi skal observere deres, og vi skal høre hvordan de løser de problemer vi snakker her også. Dette er ikke bare om penger, standarder her i Norge har det beste kvalitet kanskje, men kanskje Tyrkia løser dette annerledes måte, kanskje en bedre måte, eller Nord-Makedonia løser dette annerledes måte. Så det er en veldig unik mulighet å treffe hverandre. Også dette skaper andre muligheter for fremtidsprosjekter, og bli kjent med bibliotekar som fra Nord-Makedonia. Jeg har aldri vært der før, og synes det var veldig gøy å være der. Og så i fremtiden kan vi finne den andre problemstillingen som vi kan prøve å løse sammen. Ja, så bra. Da er det som er det som er faktisk hele det der prosjektet som dere har startet da, både her og dere har vært i Nord-Makedonia. Når det gjelder materiell, har Norge nok materiell for eksempel, la oss si fra Tyrkia, eller nok materiell som Tyrkia vi vet at de har enormt? Altså, når vi snakker om materiale, tenker jeg at det er informasjonsmateriale, ikke sant? Bøker og andre ting. Blant de 3 landene har Norge har det meste ressurser, vil jeg si. Men jeg ser at Tyrkia eller Nord-Makedonia har ikke det mindre enn oss. Det er en ganske stor forståelse når det gjelder materiale. Alle har god dekning. Fordi en som går på universitetet i Nord-Makedonia eller i Tyrkia eller Norge mangler eller behov for det samme bok, la oss si det metodebok eller som forskningsbok, så det er ikke det mindre der nede. Men kanskje vi har litt ekstra, for å si. Men kanskje Nord-Makedonia er litt mindre enn Tyrkia eller Nord-Makedonia eller Norge. Men stort sett er det grunnbehovet er dekket i universitetsnivå. Altså, nå snakker vi om universitetsnivå, høyskolenivå. Men hvis vi kanskje ser på folkebiblioteknivå, så nå er det El Medina og Tyrkia var veldig imponert. Vi var på Deichman Bjørvika, hvor flotte bygge, hvor mange ansatte som jobber der, fasiliteter for barneavdeling, eller som mange ulike ting. Der finner du ikke Tyrkia. Men dette er litt annerledes. Det er liksom både for ressursproblemet og forståelseproblemet. Å være bibliotek i Norge er en av de viktigste institutt som spiller rolle i samfunnet. Hvis du ser på den statistikken, jeg tror bibliotek er mest brukt foran kino i Norge. Så når det gjelder folkebibliotek, helt annerledes verden. Da kan vi si at Norge er det beste blant de 3 landene, men i universitetsbiblioteknivå så er det mange databaser som er tilgjengelig, både som en studerer i USA, eller Nord-Makedonia, eller Tyrkia, eller Norge. Så bra. Da vet vi, liksom, etter jeg har lært, i hvert fall jeg har gått både her i universitet og litt i Kosovo, så da vet jeg liksom det som var det som mangler, og det som kan tilføyes litt. Så, men de fyller hverandre. Det er åpent selvfølgelig, og de fyller hverandre. El Medina unë pyeta pak edhe Muharemin në lidhje me ato që bisedum pak më herët, edhe të njëjtën kohë e pyeta për shembull sa i përket materialit, sa i përket furnizimit, sa është e dim që Turqia ka enormt shumë sene, shumë larg, sa i përket Evropës e shumë vendeve, sepse ata i kanë ato material, i kanë ato ma shumë se çdo kush, arkiva sidomos. Po tash e pyeta për shembull në atë nivelin që është edhe të universitetit, edhe studimeve, po edhe të popullit, çysh qëndrojnë për shembull çysh jeni te ju atje, edhe Norvegjia. Çysh e ki po ti? Atë që thatë edhe ju, e dim ne që arkivi i Turqisë është shumë i pasur dhe pa dyshim. Mirë po, ne jemi të fascinuar për mënyrës së digitalizimit, sidomos të ruajtjes së të gjithë materialeve të printuara, të posterave, të stripave, të labelsave, do me thanë, jo vetëm librave, po Norvegjia, mënyra se si i ruan, do me thanë, qelen tunele speciale në përshkëmbi dhe të gjithë këto materiale që printohen këtu vite me radhë, digitalizohen dhe vendohen në për ato, ruhen në formë digitale dhe vendohen edhe ato të ruhen në formë fizike në ashtu hapësira, ishte diçka fascinante për ne dhe ajo
pa dyshim që duhet cekur. I tham edhe atynve të cilat na i prezentuan këtë që kemi një përshtypje shumë të mirë, dhe me thanë për kulturën norvegjeze, për vlerat që kultivohen këtu, për vullnetin dhe mënyrën se si ata punojnë me përkushtim si popull, dhe nga vëzhgimi nga jashtë, nga vizitat që i patëm, nga të gjitha të prezentimet që i dëgjuam, ne, sidomos mendoj unë mund të flas për vete, kam përshtypjen që populli norvegjez punon për shkak se e don vendin e vet, e jo nuk punon për rrok ose për ta kryer obligimin. Me thënë punën nuk e ka obligim, por punën e bën me pasion dhe me dashuri, dhe vetëm atëherë mund të dalin aq punë të mira në pa. Me thënë, unë kam pas mundësi të vizitoj shumë biblioteka në përbot dhe mund të them haptazi që përvojën që kam pas këtu në bibliotekën, qoftë në bibliotekën nacionale, qoftë në atë publike, është me thënë shumë e veçantë për mënyrën e funksionimit, për shërbimet që i ofrojnë, dhe me thënë nuk është vetëm libra dhe materiale në formë digjitale, po në fakt bibliotekat këtu kanë edhe funksion, sidomos biblioteka publike, ka edhe funksion që të ndihmoj gjithë popullatën në çdo aspekt për mirëqenjen e tyre njerëzore. Me thënë, jo vetëm leximi që i duhet njeriut, po ka edhe gjëra tjera të cilat do të kishin pas nevojë që t'i bajnë në hapësirat e përbashkëta, dhe këtë e ofronte biblioteka e qytetit publike. Dhe si që thash, jam fascinuar nga mënyra e digitalizimit dhe ruajtjes së të gjithë pasurive kulturore historike që i ka Norvegjia. Dhe këto janë për të përshëndetur. Une me thënë, nuk du të krahasoj, se nuk mund të krahasoj, janë 3 shtete të ndryshme me kultura të ndryshme, me histori të ndryshme, dhe nuk mund të bëjmë paralele, mirë po nuk mund të krahasoj, po nëse bëjmë paralele, ka shumë gjana të cilat ne duhet t'i përcjellim në shtetin ton, e sidomos në institucionin ku ne punojmë, dhe të mundohemi edhe ne do shta të jemi pionir në ato hapësira për të bërë gjana që deri tash jo që nuk janë bërë, po ndoshta nuk janë bërë mjaftueshëm, dhe kemi kapacitet dhe mundësi, e kemi po të njëjtin vullnet si që e kanë ato për punë, edhe në Universitetin e Evropës Juglindore, dhe me thënë të gjithë të punësuarit punojnë me po të njëjtin vullnet për të bërë diçka jo vetëm mirë për institucionin, po edhe komunitetin ku jetojmë. Si që e dim, institucionet edukativo-kulturore kanë një impakt të madh në zhvillimin e shoqërisë, dhe kjo është e nevojshme te ne. Universiteti i Evropës Juglindore është institucion në të cilën ndjeken studimet në 3 gjuhë. 3 gjuhë janë gjuhë oficiale, gjuha shqipe, gjuha maqedonase dhe gjuha angleze. Dhe studentët mund të zgjedhin në cilën do gjuhë duan të studiojnë. Dhe kjo është një rast unik në Maqedoninë e Veriut. Dhe në këtë mënyrë ne duam të tregojmë që jemi shumë inkluziv, dhe që mundohemi që jo vetëm një grupe të caktuar, po komplet komunitetit të ndihmojmë dhe të rive të ndihmojmë që të zhvillojmë sa më mirë ardhmërinë, që të zhvillojnë sa më mirë ardhmërinë. Sa mirë, kjo është ajo që për juve, për shembull, ku ktheheni, këto sene që ai keni pa, është me promotu atje, edhe të njëjtën kohë ndoshta edhe atyve ju vjen koha, për shembull edhe ideja që pse jo mos me bëu edhe na. Megjithse sfidat e dim, këto sfidat e 25 vjetëve të fundit, mund të tregosh që ajo ka filluar para jo shumë viteve me ndodh këto sene, derisa këtu 80 e sa vjet s'ka pas kurrë, kanë pas kohë me bëu edhe bibliotekat edhe arkivat edhe ato, e mos foli për Turqinë që më shumë se 80 vjet ata edhe ata kanë pas për shembull kapacitet edhe me rregullu bibliotekat edhe krejt ato, po kjo shpejtësia që e ka bëu për shembull Maqedonia e Veriut në këtë rast është shumë më fascinu, sepse e ke arrit ofër atë standardin për shembull që është kërku që këta kanë punu veç 80 vjet më lirë se ju që keni mujt me punu atje. Për shembull. Po, do të thënë punët që i bëjmë ne atje i bëjmë me shumë më shumë mund dhe me shumë më pak të ardhurat, që kjo është për t'u vlerësuar. Dhe mundohemi të jemi në hap me kohën dhe timbrim normal. Biblioteka tjera që janë bashkëore, që nuk është lehtë, është shumë vështirë, por nuk do me thënë se do të dorëzohem.
Për që ato është ajo që kur e kupton njëri edhe anën tjetër, për shembull të pllakës A ose B, gjithmonë është që mu fasionu, për shembull për këtë kohë të shkurt me mri kaq shumë. Kështu duhet me qenë të mburën ju me på këta. Muharrem, jag snackade lite med Medina om akkurat det här med arkivet och allt det där. Och så sa jag att jag är imponerad över dessa 25 årene att Nordmakedonien kan komma så långt och så nær både Norge och Tyrkia för så kort tid til å bygge dette, hvor Norge har hatt litt over 80 år å gjøre dette, også biblioteket og Deichman og alt det der, og så Tyrkia sammen 90 år, ikke sant, har hatt tid til å få dette her, men så har vi Nord-Makedonia, eller Balkan, siste 25 årene, de har gjort alt dette her i løpet av 25 år. Det er imponerende. Så derfor jeg tenker liksom at når de er tilbake, så skal de være liksom veldig stolte av at vi har kommet ganske langt, vi også på så kort tid, tenker jeg. Ja, helt enig. Er ikke du enig? Ja. Jeg er helt enig, men nå akkurat nå som, hvis du ser på siste 50 år, kanskje, eller siste 20 år, da kanskje globalisering og sånn, det er en type effekt etter som digitale ressurser, ikke sant? Da vil det plutselig mange informasjon som er tilgjengelig, open archive, open access, og så det er det særlig i Europa da. Nord-Makedonia er i Europa, så det er litt som utvikling, men jeg synes den kollegene i Nord-Makedonia jobber veldig hardt for å komme til samme nivå som den andre som store, så jeg setter veldig pris på deres arbeid også, deres hardt arbeid i det prosjektet også, ikke minst. Ja, så bra. Da vet vi i hvert fall at det jobbes hardt, og det kommer etter hvert mer og mer av dette som kommer til å bli mer synlig og mer å sette pris på. Vi kan ta det litt siste spørsmålet. Når det gjelder studenter fra Norge som har tenkt, for eksempel, så vi vet at det er mange som studerer i utlandet, i Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og så videre. Hvordan er fasilitetene hvis de skal studere for eksempel i Nord-Makedonia eller i Tyrkia? Altså, fra Norges perspektiv så er det studentene har det veldig bra. For det første så har det mange har tilgang til data. Ikke sånn, nesten alle elever og studenter har sammen en iPad og andre fasiliteter som er tilgjengelige. Fra studentlivet til Tyrkia også har det student, der er det ganske bra, tenker jeg. Men det poenget at Norge har ikke så mange studenter som studerer, og de får lån fra staten, og de får all støtte fra enten staten eller som foreldre. Men i Tyrkia er det ikke det samme situasjon. Mange studenter må jobbe deltid. Og så er det en ulempe, er det alt for mange studenter i Tyrkia, hvis de ser på hele befolkningen der da. Men jeg er litt usikker på Nord-Makedonia, i hvert fall i den CU, det universitetet i Tetoa, så var det virket som de har det ganske bra, veldig bra fasiliteter, og bibliotek er tilgjengelig i campus, veldig fint campus. Jeg ville forvente at det er ikke så stor forskjell når du ser på den campuset i Tetova også. Altså i forhold til deres bibliotek, er det ganske fin bibliotek. Kanskje har det mer tilgang til bøker også, men det er det ganske ålreit. Jeg tror jeg forstått litt også her i Norge er det mange kan engelsk, som det er naturlig. Eller ikke naturlig, men det er som de begynner, som du kanskje kjenner at de som er små barn, så begynner å snakke eller forstå engelsk. Så det er i Tyrkia og kanskje i Nord-Makedonia så er det en utfordring som de studerer på høyskole- og universitetsnivå. Her er det litt vanskeligheter med engelsk. Men her i Norge er det litt enklere kanskje for å forstå det engelsk når det er på universitetet og lese på engelsk. Fordi forskningen er på engelsk. Verdenslitteratur er på engelsk. Hvis du studerer på medisin for eksempel, må du lese på engelsk. Fordi det er ikke så mange artikler som er skrevet på norsk, eller for norske forskere. Så her er kanskje en fordel av studentperspektiv, hvor språk er litt tidlig fase. Alle nordmenn lærer seg på engelsk, og da blir det enklere når man studerer på universitetsnivå. Ja, det er det som er interessant, og så derfor også de reiser ut i Europa for å studere. For noen er det billigere, for noen er det lettere, for eksempel. Men litteraturmessig eller materiellmessig så er det nesten likt om du er her, eller i Tyrkia, eller i Nord-Makedonia, tenker jeg da. Ja.
E Medina tash përfunde me pyeta edhe Muharemin, sa i përket studentave, për shembull, ne e dim që sidomos në Norvegji këtu studentat udhtojnë edhe fillojnë me studiu në vende jashtë Norvegjisë, për shembull në pjesën Çekisë, Hungarisë, Polonisë e kështu me radhë, shkojnë, është bo shumë e popularizuar atje, e dim që është për shkak ma lehtë, për shkak karakterave në Norvegji janë pak ma vështirë me hi deri në studimet në medicinë ose në vende diçka tjetër, por edhe është edhe ma lirë. Për shembull. E tash çysh është një student për shembull prej Maqedonisë, sa është lehtë ose është zor për me arë me studiu në Norvegji ose në Turqi. Gjithsesi, studentët që janë në Maqedoni të Veriut, përveç se kanë mundësi të studiojnë në shtet, në për universitetet që janë në shtetin tonë, kemi shumë studentë të cilët janë jashtë në Evropë, në Shtetet e Bashkuara e kështu me radhë. Padyshim që është shumë më vështirë, jo vetëm aspekti i gjuhës ose kriteret ose bazat të cilën e marrish në shkollë të mesme. Shumë aspekte tjera, po është edhe problemi financiar që është i rëndësishëm. Po fatmirësisht kemi nxënës të mirë, me thënë përveç studentëve të cilët mbeten në Maqedoni, kemi edhe shumë nxënës të mirë të cilat kanë ambicie dhe mundësi dhe guximin e duhur të vinë dhe të studiojnë, dhe kemi shumë studentë të suksesshëm të cilët me thënë kanë ardhur prej Maqedonisë dhe kanë kryer studimet në këto vende. Kemi edhe studentë të cilët janë kthy mbasi që kanë përfunduar studimet, po ka prej atyre të cilët ende jetojnë dhe veprojnë jashtë, po çka është diçka pozitive që mund të ndërlidhem në këtë rast. Unë jam antare e asociacionit për edukim Penda, është një asociacion që ndihmon studentët, jep bursa studentëve, qofshin ato studiojnë në Maqedoni ose jashtë Maqedonisë, të gjithë ato që aplikojnë. Do me thënë merret parasysh suksesi i atyre dhe nevoja financiare. Dhe një numër i madh i antarëve të asociacionit për edukim Penda janë pikërisht ato studentë të cilët kanë dalë nga Maqedonia dhe kanë studiuar jashtë në për shtete tjera në botë dhe e kanë pa peshën dhe rëndësinë, do me thënë në të njëjtën kohë sa është e vlefshme të jesh i edukuar jashtë, të marrësh një kulturë tjetër edhe një mundësi tjetër për të mësuar, mirë po edhe sa është vështirë nëse nuk ke përkrahje. E kemi pas shumë raste që kemi, jo përveç përkrahjes financiare, kemi dhënë edhe përkrahje mentoriale dhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme për studentët. Ne kemi studentë shumë të mirë, qofshin që studiojnë brenda në universitetin tonë në Maqedoni ose jashtë, mirë po ka edhe studentë të cilët kanë nevojë, janë të mirë po kanë nevojë pak për shtytje dhe përkrahje. Dhe unë jam shumë e lumtur që jam pjesë e kësaj grupe që mundohen në mënyrë vullnetare të ndihmojnë të gjithë atyre të cilëve kanë ambicie dhe nuk kanë mundësi të mjaftueshme që të vazhdojnë dhe të formsohen në karrierën e tyre. Kjo është ajo që sidomos ata studentë që kemi këtu, se ka edhe studentë këtu që kanë dëshirë me studiu në Maqedoninë e Veriut, sidomos në universitetet e tovës që janë juglindore, po edhe në Turqi ne dim, sidomos shqiptarët, shumë herë bisedojmë për ato, edhe ka disa prej atyre që studiojnë atje. Edhe kemi edhe për juve që vinë që studiojnë këtu, edhe nga Turqia, sikur se Muharemi që ka ardhur, për shembull, jo me bo master ose ato, e ka përfunduar edhe ka mbetur këtu në punë. Po ne lutemi gjithmonë që ata që vinë më kthy, se është më mirë për atje. Edhe po normal sipas jetës edhe krijohen edhe familja e saj, pastaj po mbet njëri edhe atje këtu. Unë falenderoj shumë që erdhët edhe na nderut, e bonëm një bashkëbisedim të mirë, edhe informuam edhe opinionin që gjithmonë diçka po punohet, edhe që ata nuk e dinë që shumë herë ndoshta ju vini e shkoni, po ata nuk e kuptojnë, derisa nuk i shohin lajmet tona drejt për drejt atje, po tash kemi lajmet tu, edhe dim që shtetet po punojnë, po funksionojnë, po ndërtojnë, edhe të njëjtën kohë, kjo është ajo që ka dal kur vjen ajo te familja evropiane, pastaj këtë që senet në vend, se mos mi pas ton vend, atë s'unem edhe me ardh deri aty, kështu që kjo është ajo puna e Elmedinës, e pret këtë atyve që janë së bashku me Elmedinën, pra që non stop punojnë, po nuk kur si lifdon këta, edhe nuk i shohin këta mirë, po të njëjtën kohë këta e ndërtojnë aq në bazë të madhe, edhe të fortë që nesër na me pas të mirë, edhe me kon rahat edhe për fëmijët, po edhe për gjeneratat e reja. Falenderojmë shumë. Nëse më lejoni, unë kisha dashur të falenderoj ambasadorin Kuqi, i cili jashtëzakonisht na ka ndihmuar
në krejt këtë rrugtim. Ishte shumë rastësisht që të gjithë këto mysafirët kur ishin në Maqedoninë e Veriut në Tetov, ne kishim fatin të kemi mysafirë edhe ambasadorin Kuqi, po edhe ambasadorin e Norvegjisë që është në Serbi, në Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, dhe në të njëjtën kohë kishin mundësi ato nga afër të shohin bashkëpunimin që ne bëjmë ndërmjet dy universiteteve. Dhe sidomos kur erdhëm këtu me ndihmën e ambasadorit, arritëm që, domethënë, që kontaktojmë juve dhe patëm mundësi që edhe ne të tregojmë atë punën edhe angazhimin ton që kemi bë. Sidomos është simbolike kjo për shkak se jemi në Norvegji, flasim shqip në një ambient shumë të këndshëm që udhiqet nga shqiptarët. Dhe flasim për një bashkëpunim ndërmjet Universitetit të Norvegjisë dhe Universitetit të Evropës Juglindore, dhe këtu ka një merit të madh edhe vetë ambasadori, që dua edhe personalisht edhe në emër të grupit ta falenderoj. Edhe ne falenderojmë, normal që ekselencën e tij, doktor Driton Kuqi, gjithmonë është në shërbim, ai punon, edhe ne dim që ai punon, po kanë herë edhe nuk e di njerëz që punon, mirë, po ai në njëjtën kohë në çfarë mënyre me qenë, ai gjithmonë është aktiv edhe i bën shumë punë të mëdha, edhe ne gjithmonë e mbështesim edhe falenderojmë shumë pra që është shumë aktiv për gjitha nacionalitetet, jo vetëm për veti, që ashtu të ka Dritoni. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, me të vërtetën ju urojmë suksese në të ardhmen në këto bashkëpunime me Muharemin edhe me Turqinë edhe me Norvegjinë, edhe me siguri se do të shihemi edhe herave tjera, më merr mendja, tash edhe dini ku është vendi, adresa, kështu që na lajmëroni ju që mos të maltretojmë pra Dritonin që më na tregu se jeni këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tusen takk, Muharrem. Dette var veldig hyggelig, og tusen takk for at dere besøkte oss. Det er en ære for oss å ha sånne folk som dere som samarbeider. 3 land, som 2 av dem er ganske nære, men den ene er veldig langt fra dere 2. Så da var det veldig hyggelig å høre. Dette er et stort prosjekt. Dette er et prosjekt som setter sammen forskjellige kulturer og forskjellige nasjoner. Tusen takk, og vi ønsker dere lykke til videre med alt dere holder på med. Tusen takk for invitasjonen, det var hyggelig å møte dere også. Takk. Delim babus çeşe kandon ye